zoti Lulzim Becaj dhe do t'jetë imami I Xhamisë pranë Fondacionit të Rinisë Islame zoti Farudin Rexhepi, I cili dhe ai ka rezervuar një fjalë përshëndetje për ju. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdrimet tona më të sinqerta I shprehim Allahut të madhërisëm, Zotit të gjitha botëve, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, sunduesit të ditës së gjykimit, krijuesit të gjithë shkaje që e shohim dhe nuk e shohim. Ndërsa salavatet më të përzemërta qofshin për Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, I cili u dërgua si mëshirë për të gjitha botët, si mësues më I spikatur në historinë e njerëzimit, si edukator më I përsosur I njerëzve deri në ditën e gjykimit, dhe si shembull më I mirë për atë se si duhet të duket një njeri me kuptimin e plot të fjalës. Vëllezër të dashur dhe motra të nderuara, para se gjithash më lejoni që t'ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë dhe më të bukur që e ka shprehur goja e njeriu ndonjëherë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësitë dhe begatit e Allahut qofshin me ju. Të nderuar të pranishëm, fillimisht ju dëshiroj mirëseardhje në manifestimin tonë, duke ju dëshiruar të kaloni momente së më të këndshme me programin e përgatitur enkas për promovimin e tefsirit të Ibn Kathirit. Pas një rrugë të gjatë e besa edhe të mundimshme, Fondacioni I Rinisë Islame me seli në Zürich të Zvicrës I adoli që të realizoj projektin më të madh përsa I përket bibliotekës fetaro-shqiptare. Dhe kështu lexuesit shqiptar t'ja mundësoj që në dorën e tij të ketë tefsirin e Ibn Kathirit të përkthyer në gjuhën shqipe. Tefsir ky që është një ndër tefsirat më të shquara në bibliotekën islame, më të shquara të Kur'anit famëlar dhe një ndër tefsirët më me renome ndër muslimanët dhe ndër shekull. Gjithashtu I falenderojmë nga zemra të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij projekti madhështor, qoftë materialisht apo moralisht, dhe e lutim Allahun që t'i shpërblej në shpërblimet e tij të pafundme. Kandili ndriçues është ky emri me të cilin e kemi emërtuar këtë manifestim. Dhe kjo nuk është as pak e rastësishme, por se ky emërtim lidhet drejt për drejt me titullin e këtij libri, I cili në gjuhën arabe titullohet Al-Misbahul Munir, e që në gjuhën shqipe do të thotë Kandili ndriçues. Allahu I madhërisëm në Kur'anin famëlar thotë: Allahu nuru s-samawati wal-ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Që në përkthim do të thotë: Allahu është drita e qiejve dhe e tokës. Shembulli I dritës së tij I ngjason kandilit të vendosur në një zgavër të errët. Kandili gjendet brenda një qelqi si të ishte yll flakërues. Këto janë pra fjalët e Allahut, I cili vetë është dritë e qiejve dhe e tokës, dhe si rrjedhoi
të njëjta janë edhe fjalët e tij. Pra, janë dritë në vete dhe ndriçuese për ata që e kërkojnë dritën e Allahut në këtë botë. E lutim Allahun e Madhërisëm që ky kandil ndriçues të na ndriçojë shpirtin tonë dhe zemrat tona, të jetë udhërrofyes për ne dhe të na shpjerë në rrugën e drejtë të cilën Allahu e zgjodhi për ne, duke na thënë: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi." Dhe se kjo është rruga ime e drejtë që e caktova për ju. Pra përmbajuni kësaj e mos ndiqni rrugë të tjera e t'ju ndajnë nga rruga e tij. Vëllezër të dashur dhe motra të nderuara, në vazhdim ju ftoj që të vazhdoni të ndiqni programin e përgatitur nga Fondacioni i Rinisë Islame, duke ju dëshiruar çaste sa më të këndshme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.